Dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Sot në ambientet e shkollës nënshkruesi pavarësisë Nebi Sefa, nxënësit e klasës së 11 realizuan dasmën myzeqare, që riktheu traditat e trevës. Dasma myzeqare ishte projekti i radhës në kuadër të aktiviteteve të suksesshme shkollore të realizuara gjatë këtij viti nga nxënësit e shkollës nënshkruesi pavarësisë Nebi Sefa. Nxënësit e klasës së 11 së bashku me mësueset kujdestare sollën improvizimin e kësaj ngjarje të madhe familjare dhe shoqërore, duke treguar traditat e vjetra të myzeqes. Sheshi para shkollës u shndërrua në një atmosferë festive ku tingujt e muzikës popullore, vallet tradicionale dhe kostumet karakteristike të punuara me dorë rikthye në kujtesë një pjesë të rëndësishme të identitetit kulturor të myzeqes, ndërsa nxënësit e klasave të tjera dhe mësuesit u bën pjesë e festës. Traditat janë kujtesa e gjallë e një populli, ishte qëllimi kryesor i këtij projekti. Traditat janë kujtesa e gjallë e një populli. Një frymë e butë që kalon nga brezi në brez pa u vënë re, por që lë gjurmë të thella në zemër. Ato jetojmë në mënyra si shprehemi, si kujtojmë, si qeshim, dhe në mënyrën e heshtur me të cilën mbajnë pranë edhe ata që nuk janë më. Rëndësia e ruajtjes së traditave nuk qëndron thjesht tek zakonet, por te ndjenja që ato mbajnë brenda vetes. Nëpërmjet projektit, nxënësit sollën me detaje momentet më domethënëse të dasmës myzeqare, duke nisur nga përgatitja e dhëndrit, marrja e pajës deri tek ardhja e nuses, e shoqëruar me këngë, urime dhe rituale tradicionale. Për organizatorët, ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore është një mision i rëndësishëm edukues, që ndihmon brezat e rinj të njohin rrënjët dhe historinë e tyre. Dasma myzeqare dëshmoi se traditat mbeten një urë lidhëse mes së kaluarës dhe së ardhmes, duke mbajtur gjallë identitetin kulturor të zonës. Jam e lumtur që për të dytin vit radhazi, ne realizojmë projekte kushtuar myzeqes. Duke filluar që vitin e kaluar me projektin Unë jam myzeqar, dhe këtë vit sollëm para jush një realizim të një pjese shumë të rëndësishme të traditës myzeqare, dasma myzeqare. Sot, kur e pas nxënësit të realizonin, të performonin dhe gjithë emocionet që na përcollën, mendoj se e arritëm qëllimin. Pasi që sa lindi kjo ide, dëshira ime ishte që nxënësit të mos mësonin për traditat vetëm nëpërmjet librave, por ta jetonin atë, ta ndjenin dhe ta përcjellin me krenari. Me duartrokitjet e pjesëmarrësve dhe atmosferën festive që shoqëroi aktivitetin, projekti u mbyll me mesazhin se vlerat dhe zakonet e trashëguara duhet të ruhen e të përcillen brez pas brezi. Aksident tjetër në afërsi të pushimit të shoferit ndodhi sot, ku Fuoristrada u përplas me motocikletën duke plagosur bashkëshortët që udhëtonin me motocikletë. Një tjetër aksident ka ndodhur sot në autostradën Lushnjëfier në afërsi të pushimit të shoferit. Dy bashkëshortë që udhëtonin me një motocikletë janë përplasur me një mjet tip Range Rover në tentativë parakalimi. Sipas të dhënave të para, dyshohet se motocikleta dhe automjeti kanë kryer manovër për të parakaluar një mjet bujqësor. Ndërkohë, mjeti tip Range Rover ka goditur motocikletën. Dy personat që udhëtonin në motocikletë me urgjencë janë transportuar për në spitalin e Lushnjës. Policia e qarkullimit rrugor erdhi në vendngjarje për hetimin e shkaqeve që sollën aksidentin dhe për të disiplinuar radhët e gjata të trafikut në autostradë. Paraprakisht, dyshohet për manovër të gabuar parakalimi edhe nga motocikleta dhe nga mjeti tip Fuoristrada. Aksi Levan Tepelen, e quajtur edhe rruga e vdekjes, vijon të marrë jetë. Banorët kërkojnë mbikalime nën kalime. Policia bën apel për më shumë kujdes në qarkullim. Autostrada Levan Tepelen njihet si një ndër akset më të rrezikshme në vend, e konsideruar shpesh si rruga e vdekjes.
Shkaqet kryesore mbeten mungesa e mbikalimeve dhe nënkalimeve që detyron banorët, këmbësorët dhe bagtit të kalojnë përmes rrugës duke sjellë jo pak herë përplasje, madje edhe fatale. Shpejtësia te normave të lejuara, por edhe rrugët hyrësedalëse që lidhin fshatrat me autostradën, ku edhe pse sinjalistika nuk mungon, shpesh nuk respektohet nga drejtuesit e mjeteve. Banorët thonë se në shumë fshatra përgjatë këtij aksi rrugor si Kafara, Cakran, Frakull, mungojnë kalimet e sigurta, duke rrezikuar jetën e banorëve teksa kalojnë nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Është problem, sepse këtu të gjitha tokat bujqësore janë më të shumtat janë nën autostradë. Janë të detyruar njerëzit do vënë në punë, dikush vete me mjete, dikush në këmbë, po kalojnë dhe bakti, kanë bakti, dele, dhe është problem. Jeta e njeriu është mbi gjithçka. Dhe për jetën e njeriu do të bëjmë të gjithë. Edhe shteti, edhe vetë njerëzit. Ka fëmijë, ka moshatar, por edhe ka edhe njerëz me fjalë që për momentin janë të pakujdesshëm. Ka ndodhur aksidente, s'do të ndodhë aksidente. Për këtu është mjaft e domosdoshme mbikalim dhe nënkalim. Kjo rruga është problematik se nuk ka një rotonde edhe kanë humbur jetën disa njerëz, prandaj ne e duam pa dërman këtë rrugën se kjo është vdekje pruese për ne. Ndërkohë, sipas shefit të sektorit të qarkullimit rrugor pranë drejtorisë vendore të policisë Fier Rustem Plaka, ky aks vijon të mbetet problematik, pasi drejtuesit e mjeteve lëvizin me shpejtësi te normave të lejuara, flasin në telefon, nuk vendosin rrip sigurimi dhe kryejnë parakalime të gabuara. Situata bëhet edhe më shqetësuese veçanërisht gjatë sezonit veror. Në këtë aks rrugor, shërbimet e sektorit policisë rrugore të qarkut Fier, kohët e fundit i kanë shtuar masat për parandalimin e aksidenteve, duke çuar mjete shpejtësi matëse si radarin dhe mjetin inteligjent me orar të shtuar në këtë aks, ku kemi pasur dhe rezultate konkrete për shkeljes të këtij. Gjithashtu kemi dhe e monitorojmë dhe me dron, të cilët konstatojmë drejtues mjetësh të cilat shkelin normat e sigurisë rrugore, duke folur në telefon, qarkullojnë pa rrip sigurimi apo kryejnë parakalime të gabuara në këtë aks rrugor. Fluksi i mjeteve, duke qenë se jemi para sezonit turistik, fluksi i mjeteve është në shtim nga qytetet të tjera në drejtim të jugut. Për këtë arsye dhe ne kemi shtuar masat. Aksidentet rrugore si pasojë e masave të shtuara kanë ardhur në ulje, por që prapë ngjelet aks i cili ka problematik, ku ka dhe aksidentet të cilat kanë ndodhur me pasojë jetën. Aksi rrugor Levante-Pelen është njohur ndër vite për numrin e lartë të aksidenteve, ndërsa lapidarët e vdekjes janë dëshmi e tragjedive që kanë ndodhur në këtë segment dhe një herazi kujtesë për drejtuesit e mjeteve që të tregojnë kujdes. Petrit Malaj, ministri i Financave, në konferencën përshtyp tha se pensionet mund të indeksohen që në qershor ose korrik. Gjithashtu tregoi se është gati projekt ligji për sigurimin e detyrueshëm të banesave. Ministri i Financave Petrit Malaj bëri të ditur se qeveria po shqyrton mundësinë e afrimit të procesit të indeksimit të pensioneve në muajt qershor ose korrik, ndërsa vendimi përfundimtar pritet të merret pas konsultimeve me Institutin e Sigurimeve Shoqërore. Ai theksoi se janë krijuar hapësirat e nevojshme buxhetore për realizimin e këtij procesi. Të dhënat që do të prezantojmë në vijim në fakt konfirmojnë një vijim të tendencës pozitive të rritjes ekonomike, të rritjes së të ardhurave, të përmirësimit të administrimit fiskal, si dhe formalizimit më të lartë të ekonomisë dhe rritjes së aktivitetit ekonomik. Të lidhje me çështjen e indeksimit të pensioneve, kjo është një çështje të cilën ne jemi duke diskutuar me Institutin e Sigurimeve Shoqërore, kjo dhe për shkak të realizimit të të ardhurave. Kemi krijuar hapësirat e nevojshme buxhetore për të krijuar mundësinë që të afrojmë procesin e indeksimit nga muaji tetor në muaj qershor apo korrik. Megjithatë, kjo është një çështje vendimmarrje, të cilën besoj do ta ndajmë me juve sapo të kemi dakordsinë me Institutin e Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore. Gjatë konferencës përshtyp, Malaj njoftoi gjithashtu se projekt ligji për sigurimin e detyrueshëm të banesave pritet të paraqitet në qeveri dhe më pas në kuvent deri në fund të qershorit ose gjatë muajit korrik. Ministri theksoi se shpenzimet buxhetore kanë vijuar në një trajektore të qëndrueshme, duke arritur në 242 miliard lek ose 6.3% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Projekt ligji tashmë është ndarë me gjitha ministritë dhe ne jemi duke bashkërenduar me ministritë në lidhje me ndryshimet më të fundit që do t'i bëjmë këtij ligji. Shpresojmë që brenda 6 mujorit të parë të këtij viti, pra deri në fund të muajit qershor, maksimumi deri në korrik, kemi mundësi ta përcjellim në qeveri për miratim ligjin për sigurimin e detyrueshëm. Parlamenti Evropian zëvendëson Google me Quant. Vendimi synon të forcojë sovranitetin teknologjik të Bashkimit Evropian. Parlamenti Evropian ka vendosur të zëvendësojë motorin e kërkimit Google me platformën franceze Quant, si pasojë parazgjedhur në kompjuterët e institucionit. Vendimi synon të forcojë sovranitetin teknologjik të Bashkimit Evropian dhe të ulë varësinë nga kompanitë e mëdha amerikane të teknologjisë. Sipas një njoftimi të brendshëm, duke nisur nga kjo javë, kërkimet e kërkuara përmes shfletuesve Firefox dhe Edge në Parlamentin Evropian do të realizohen përmes Quant, një motor kërkimi që promovon mbrojtjen e privatësisë dhe të dhënave personale të përdoruesve. Ky zhvillim vjen në një moment kur institucionet evropiane po intensifikojnë përpjekjet për të ndërtuar një infrastrukturë digjitale më të pavarur. Komisioni Evropian pritet të prezantojë së shpejti një paketë të re masash që synojnë forcimin e autonomisë teknologjike të bllokut. Aktualisht, Google dominon tregun evropian të motorëve të kërkimit me rreth 90% të përdorimit. Ndërkohë, motori francez Quant ka investuar vitet e fundit në zhvillimin e indeksit të vet të kërkimit, duke synuar të ofrojë një alternativë evropiane ndaj platformave amerikane. Megjithse konsiderohet një hap me vlerë simbolike dhe strategjike drejt sovranitetit digjital, institucionet e Bashkimit Evropian vazhdojnë të përdorin në mas të gjerë produkte dhe shërbime amerikane, përfshirë paketat softwareike të Microsoft dhe platformat të tjera teknologjike globale. Ky është edicioni lajmeve për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.